Mirë mbrëma të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin tuaj të preferuar, Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar marrëdhëniet që janë krijuar në shtëpinë e Big Brother. Do të flasim për një histori dashurie, do të flasim për një emocion, por një histori dashurie që në fakt po përballet me goditje të forta, një histori dashurie që është e paragjykuar, një histori dashurie që nuk besohet brenda atij formati. Banorët janë shumë skeptik për këtë lidhje, e cila nisi shumë shpejt, e cila ndodhi shumë shpejt dhe po jetohet jashtëzakonisht bukur. Për shembull, Rogerti mendon që Selin nuk ka ndjenja për Gimbon. Në anën tjetër, Juela alodon që Selina ndjen më së shumti për Mirin dhe Gimbon po e përdorën në lojë. Miri i le gjërat e hapura. Miri i le gjërat që banorët mendojnë që Selina ndjen për të gjatë javës, ndërsa në Prime ka deklarata të forta që marrëdhënia e tyre ka qenë vetëm një marrëdhënie shoqërore dhe përpos kësaj gjëje nuk ekziston asnjë gjë tjetër. Tani le ta analizojmë pak këtë marrëdhënie e dashurisë të Gimbos edhe të Selin. Gimbo është një djalë i cili që në momentin e parë kur ka hyrë në Big Brother ka treguar edukat, ka treguar një qëndrim dhe ka treguar një sjellje që pa marrë parasysh në çfarë debati të nxehtë të jemi, pa marrë parasysh në çfarë debati të flak të jemi, rëndësi ka që gjërat t'i bëjmë me qetësi, rëndësi ka që gjërave t'ju japim pozitivitet. Dhe e shoh që Gimbo, pa marrë parasysh debateve, pa marrë parasysh diskutimeve, me kë banori ka, do me thënë sot gjatë gjithë ditës ka diskutuar me Rogertin edhe me Mirin, sepse Selina filloi që të ndihet shumë keq, filloi të përlotet, u mërziti jashtëzakonisht shumë, do me thënë tepër e tensionuar nga mbrëm, nga momenti kur i ndodhi shkatrimi i dasmës. Selina përzgjodhi që të shkojë në dhomë të rrëfimit, të shkojë tek dhoma e grimit, të qëndrojë vetme, ndërsa Gimbo po grindeshte, por nuk e haroi kur Selinën. Tani, në raportin e Gimbos, në aspektin e Gimbos, unë shoh një djalë i cili është shumë i dashuruar, i cili ka krijuar një ndjenjë jashtëzakonisht të fortë për Selinën dhe mendoj që fitoria e Gimbos dhe për Gimbon, për mendimin e Gimbos, është dashuria e Selinës dhe nuk ka fare rëndësi nëse do ta fiton Big Brotherin. E ndjej dhe e dalloj në fakt tek Gimbo që Gimbo tek Selin ka fituar një qetësi. Ka fituar një energji të mirë, ka fituar një lloj buzëqeshje që ndoshta i ka munguar për muaj të tëra. Dhe Selin me atë energjinë e vet që e karakterizon, më thënë kjo vajza shumë happy, është shumë pozitive, është shumë e ëmbël, e çiltërt, e buzëqeshur, një shpirt shumë dimensional, e ka bërë Gimbon që Gimbo të jetë i plotësueshëm shpirtërisht. Tani dashuria nuk ka as këmbë as duar, nuk ka as flet, nuk ka asnjë lloj shenje. Dashuria është një ndjesi që lindën brenda nesh, rritet me kohën dhe ajo tregohet vetëm me momente që ne ndajmë bashkë edhe me veprat. Për të gjithë ato që nuk besojnë që Gimbo mund të jetë dashuruar, unë besoj, sepse Gimbo e tregon që në sytë e tij, e tregon që në fokusin që ka për Selin, do të thënë Gimbo i ka syt 24/7 te Selina. Gimbo nuk ndan një moment brenda shtëpisë së Big Brotherit pa Selinën, sepse ndjehet bosh pa Selinën. Dhe e ndjej Gimbon të dashuruar, do me thënë qëllimi që Gimbo ka shprehur që në momentin e parë, kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ka qenë Selin. Mbaj mend që Selina i ka kthyer shpinën, do me thënë Zoti të çon aty ku ti nuk don, apo aty ku ti e refuzon. Dhe në këtë rast në fillim Selina e refuzoi, nëse mbani mend, por sot ato të dy tashmë janë të martuar, fiktiv, jo fiktiv, ato kanë filluar që të ndjejnë dhe të jetojnë momente me njëri tjetrin.
Tani çfarë po ndodh? Te Selina nuk mund të them që nuk ndjen për Gimbon, nuk mund të them që nuk e do Gimbon apo nuk e pëlqen Gimbon, sepse për ato të dy është mjaftueshëm koha që kanë ndarë aty së bashku, ka një kimi shumë të ngjajshme me njëri tjetrin, do me thënë që të dy janë shumë atmosferik, që të dy do me thënë ka një lloj sensi humori shumë të lezetshëm dhe e shoh që puqen mirë me njëri tjetrin, do me thënë japin energji shtëpisë, bëjnë vetëm gjëra të bukura, bëjnë vetëm humor, do të thënë kanë një energji të paparë dhe nëse vërtet do të jenë çift edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit, do të jenë çifti më i bukur sepse që të dy do me thënë japin atë adrenalinën e bukur në lidhje që rrallë mund të shohim çifte kaq të ngjajshëm. Ndonjëherë më duken edhe si motër e vëlla, aq të ngjajshëm, aq të mirë sa janë. Unë mendoj që Selina e ndjen Gimbon, ka ndërtuar një lloj ndjesie për të, ajo e mbron shumë. Ka një lloj zjuarësie të paparë Selina, është shumë e mençur. Dhe derisa e mbron, edhe e pëlqen, sepse ato të dy janë copy paste, do të thënë janë të lindur për njëri tjetrin. Po çfarë e step Selinën dhe çfarë e lëndon Selinën, që ne na duket sikur nuk ja shpreh të gjitha ndjenjat. Mendoj që Selina njëherë fillimisht është e fokusuar edhe te pjesa e lojës, që Gimbo këtë pjesë nuk e ka shumë të rëndësishme. Së dyti, mendoj që Selina ka qenë shumë e ndikuar këto 2 ditë të paktën nga Rogerti, do me thënë të kesh sfidën me Rogertin, me një njeri që thyen çdo ligj të mundshëm, i bie që ti në atë moment e sfidon edhe veten tënde dhe ndoshta mëson për veten tënde se çfarë karakteri të durimit pas ke patur, sepse natyrën që ka Rogerti, luftën që di të krijojë Rogerti, energjitë që di t'i krijojë Rogerti, do me thënë asocojnë tek ndjesitë që ti mund t'i krijosh në veten tënde se çfarë mundesh kam të duroj unë. Dhe mendoj ngarkesa e madhe për ditët të tëra, për javë të tëra dhe presioni i madh që Rogerti ushtron drejt Selinës, Miri ushtron drejt Selinës, Juela ushtron drejt Selinës, e bën Rogertin, e bën do me thënë, m'falni, Selinën, që të jetë në në një pikë që Selin të mbyllet në vete, të mos të ndjehet e sigurt edhe të ketë lëndime shpirtërore. Mendoj që rrethanat të mëdha e bëjnë Selinën që të jetë e largët nga çdo gjë që atë e bën të jetë e lumtur me Gimbon, por që unë besoj në dashurinë e Selinës edhe Gimbos, besoj, sepse shoh një kimi shumë të përbashkët te ato të dy.